Përshëndetje të dashur fëmijë, jemi së bashku në mësimin e gjuhës shqipe. Tema për sot, dua syze. Është një temë shumë e bukur dhe besoj që ju do të kënaqeni. Çfarë do të mësojmë ne sot? Ne do lexojmë tekstin duke mbajtur shënim fjalët e reja, do tregojmë si ndikojnë ilustrimet në kuptimin më mirë të përmbajtjes, të përshkruajmë personazhet, do lidhim pjesën me përvojë nga jeta juaj. Atëherë fjalët kyçe që shikoni në ekran janë fjalët mbi të cilat është ndërtuar pjesa për sot. Sot do bëjmë diskutimin në lidhje me funksionimin dhe përdorimin e syzeve. Veprimtarit që do zhvillohen, prezantimi i temës, leximi i pjesës, lloji i pjesës, ndarja në paragrafe dhe në fund do japim mesazhin tonë. Atëherë syzet. Syzet janë korniza që mbajnë lente veshur para syve për përmirësim të shikimit. Kemi disa lloje syzesh, por mësuese Arbana ju kam sjell 3 lloje që sepse ju jeni të vegjël, pra syzet për përdorim të përditshëm, syze dielli dhe syze për notim, syzet që përdorni ju kur notoni për të mbrojtur syrin. Atëherë kalojmë në leximin e pjesës. Dua syze. E kemi hapur librin në faqen 183, jemi në rubrikën lexojmë, është pjesa tregim. Pra, bashkë me tekstin jeni dhe ilustrimin e dy figurave, të dy personazheve kryesor. Dua syze është titulli. Mamaja, Titi dhe Ana hynë në një dyqan syzesh. Okulisti kishte thënë se Titit I nevojiteshin syze. Ai provoi shumë modele skeletesh, të gjithë u kujdesën për të. Nuk është e drejtë, mendoi Ana. Po unë, kush e vret mendjen për mua? Titi zgjodhi një palë syze me skelet si kurriz breshke, pikërisht ato që I pëlqyen asaj. Të nesërmen të gjithë e përgëzuan Titin për syzet e reja. Edhe gjyqërit, befas, Ana ja plasi të qarit. Dua edhe unë syze. Gjyqja këshilloi që ta çonin edhe Anën te okulisti. Mamaja pranoi. Në fund të vizitës, miku I tha Anës, "Syti ke në rregull. Ti nuk ke nevojë për syze." Pastaj shtoi, "Ana, sytë tu kanë aq shumë diell sa shkëlqejnë vërtet. Them se ti ke nevojë për syze dielli." Me të dalë Ana jashtë, Ana e tërhoqi maman drejt dyqanit të syzeve. Kur shkuan të merrnin Titin në shkollë, binte shi, por Ana nuk urroi t'i vinte syzet e reja. Syze dielli në mot me shi, çfarë po thua? Thirri Titi I habitur. E ku merr vesh ti? Ja ktheu Ana. Dielli im shndrit brenda meja. Pra kjo është pjesa për sot, e shkruar nga Shefler. Atëre shkojmë te fjalët e reja, te rubrikat me fjalët e reja. Okulist do të thotë mjek I syve. Shndrit do të thotë shkëlqen. Pra ky është leximi I pjesës. Do kalojmë në veprimtarin tjetër, ndarjen paragrafe, formulimi I fjalive përmbledhëse për të kuptuar që shërbejnë për të kuptuar më mirë përmbajtjen. Mamaja, Titi dhe Ana hynë në një dyqan syzesh. Okulisti kishte thënë se Titit I nevojiteshin syze. Ai provoi shumë modele skeletesh, të gjithë kujdesën për të. Pra, nuk është e drejtë, mendoi Ana. Po unë, kush e vret mendjen për mua? Dhe fjalia pa përmbledhëse, mamaja, Titi, Ana hynë në një dyqan syzesh sepse Titit I nevojiteshin syze. Ne kalojmë në të dytën. Titi zgjodhi një palë syze me skelet, si kurriz breshke, pikërisht ato që I pëlqyen asaj. Edhe paragrafi tjetër, Titi zgjodhi një palë syze me skelet si kurriz breshke. Të nesërmen të gjithë e përgëzuan Titin për syzet e reja, edhe gjyqërit, befas, Ana ja plasi të qarit. Dua edhe unë syze, gjyqja, këshilloi që ta çonin edhe Anën te okulisti. Mamaja pranoi. Në fund të vizitës, miku I tha Anës, "Syti ke në rregull. Ti nuk ke nevojë për syze." Pastaj shtoi, "Ana, sytë tu kanë aq shumë diell sa shkëlqejnë vërtet. Them se ti ke nevojë për syze dielli." Dhe fjalia përmbledhëse paragrafi 3, gjyqja çon Anën te okulisti, meqë Ana u zemrua për mos interesimin ndaj saj. Me të dalë jashtë, Ana e tërhoqi maman drejt dyqanit të syzeve. Kur shkuan të merrnin Titin në shkollë, binte shi,
Por Ana nuk nguroi t'i vinte syzet e reja. Syzet dielli në mot me shi, çfarë po thua? Ti rrititi i habitur. E ku merr vesh ti, ja ktheu Ana. Dielli im shëndrit brenda meje. Dhe fjalia e paragrafit 4, Ana vendos syzet dielli sipas fjalës së mjekut. Dhe kalojmë te punimi i rubrikës Lexoj dhe kuptoj. Dhe lexojmë pyetjen e parë. Cilët janë personazhet kryesorë të kësaj pjese? Atëherë personazhet kryesorë, mamaja, Titi, Ana. Dhe shkojmë te fjalia 2. Ku shkuan ata? Ata hynë në një dyqan syzesh, sepse Titit i nevojiteshin syze. Si u ndihet Titi me syzet e reja? Titi me syzet e reja u ndje shumë mirë, sepse pati përkrajen dhe përgëzime nga të gjithë. Si reagoi Ana? Ana reagoi shumë keq. Ajo u ndje si e mos interesuar e të tjerëve ndaj saj, pra e pa që të gjithë u interesoheshin për Titin dhe filloi të qante. Çfarë propozoi mjeku për vajzën? Mjeku i tregoi vajzës që nuk kishte nevojë për syze, por syzet e kishin kaq shumë diell sa asaj kishte nevojë për syze dielli. Si u ndje ajo me syzet e reja? Mendojmë që Ana u ndje shumë mirë, sepse kishte edhe ajo syze si i vllai i saj. Pra kjo ishte rubrika Lexoj dhe kuptoj, bashkë me pyetje dhe përgjigje. E kalojmë te përshkrimi i personazheve. Kemi dy personazhe kryesor, Titi dhe Ana. Në këtë pjesë, edhe jo shumë në mënyrë të qartë, por sipas tekstit, kuptojmë që Titi është një djalë i dëgjueshëm, dëgjon prindërit, dëgjon motrën, dëgjon gjyshen, dëgjon të shkojë në dyqanin e syzeve dhe të zgjedhë syzet që i pëlqejnë motrës. Na del një djalë i dëgjueshëm, është një djalë i bindur për mbajtjen e syzeve dhe ka përkrajen e të gjithëve. Pra, në momentin që doktori i ka thënë që ke nevojë për syze, ai vendos t'i blej dhe t'i vendos në sy. Ana është një vajzë e përkëdhelur. Dhe këtë shikojmë te fjalit kur Ana shprehet, nuk është e drejtë, po kush e vret mendjen për mua? Ajo do dhe ajo që të jetë në qendër të vëmendjes. Kujton se e ka lënë vazhdore, por absolutisht jo, sepse djali kishte nevojë për syze, sipas porosisë së mjekut. Në fund, Ana vendos syze që të jetë edhe ajo si i vëllai. Pra këto janë dy personazhet shumë të dashur dhe shumë interesant. Atëherë, para se të shkojmë te këshilla për prindërit. Shkojmë te rubrika Reflektoj. Si e kuptoni shprehjen? Dielli im shëndrit brenda meje. Pra Ana është një fëmijë i shëndetshëm, sytë e saj janë shumë të shëndetshme, ajo është plot vitalitet dhe pranaj dielli shëndrit brenda saj. Dhe doktori për këtë i thotë që ti të shëndrit dielli dhe duhet të mbash syzet dielli. Patjetër që edhe këto syzet e diellit kanë një funksion, janë edhe për bukuri, për estetik, por janë edhe për të mbrojtur syt nga rrezet e diellit që të mos zontohen. Si mund të zgjidhej ndryshe problemi e Anës? Zarbana këtë do të japë ty shtëpie dhe do ta dëgjoj nga ju se si mund ta zgjidhej ndryshe problemin Ana për syt. Gjyshja, pra mund kemi dhe opsionin gjyshja e çon për ta vizituar, ose problemi tjetër ishte që gjyshja e pin që ajo nuk kishte pse të shkonte të vizitohej, sepse nuk kishte nevojë. Por Zarbana do dëgjoj alternativat tuaja. Dhe para se të lexojmë këshillat për prindërit, themi përmbajtjen siç e kemi thënë gjithmonë. Atëherë, mamaja, Titi dhe Ana hynë në një dyqan syzesh. Okulisti kishte thënë se Titit i nevojiteshin syzet. Ai provoi shumë modele dhe në fund zgjodhi modelin, pra zgjodhi një palsyze me skelet si kurriz breshke. Në nesmen të gjithë e përgëzuan. Por Ana u ndje e mos interesuar e pjesëtarëve të familjeve ndaj saj, gjyshja e dëgjon që ajo qan dhe e dërgon te okulisti. Dhe në fund të vizitës, mjeku i thot Anës që ajo nuk kishte nevojë për syze, por ajo ishte diellin
brenda syve të saj dhe për këtë i nevojiteshin syze dielli. Dhe Ana bashkë me maman shkuan të merrnin ditin në shkollë dhe atje del përpara vllajt edhe ajo me syze si vllai, pra ndije e gëzuar. Ky është edhe përmbajtja, është siç e rikojmë, sot jemi në rubrikën lexojmë, vazhdojmë me tregimet, është tregim, është zhanër artistik i shkruar në prozë, e kemi thënë këtë edhe po e përforcojmë. Në tregim, personazhet janë reale dhe ngjarjet janë reale. Atëherë çfarë mund të themi ne sot? Ne duhet të themi disa këshilla për prindërit. Së pari, prindër lërini fëmijët të zgjedhin vetë syze. Kënaqeni shijet e tyre estetike, i jepini besim fëmijëve që të mësohen me këtë risi. Kurse fëmijëve, çfarë mund të themi? Pra, fëmijët që përdorin syze nga përdorimi i tepërt i kompjuterit. Pra, syzet që ju merrni të porositur nga mjeku, asnjëherë mos i hiqni nga syt dhe kushtojini kujdes të veçantë. Kur luani syzet, hiqeni me të dy duart dhe vendosini në një vend të veçantë që të mos ju thyen. Atëherë kjo ishte mësimi për sot. Mësuese Arbana ju falenderon. Edhe rubrika detyrë. Atëherë si detyrë kemi të shkruani rubrikën reflektoj, si e kupton shprehjen dielli im shndrit brenda meje dhe të shkruani fëmijë rëndësia e syzeve. Ky ishte mësimi për sot, shihemi nesër.